prej bazave në cilat besojnë ehlusuneti është besimi në ditën e gjykimit, në çdo gjë për të cilën na ka informuar Allahu i lartësuar se do të ndodhë në atë ditë, dhe të gjitha gjërat me të cilat na ka informuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në hadithet e sakta. Dhe në këtë hyn prej çastit të vdekjes, jeta në berzakh, jeta në vareza, pastaj në këtë hyn shenjat e kiametit, shenjat e vogla të kiametit, shenjat e mëdha të cilat janë si parashenja, të cilat e tregojnë se kjo ditë po afrohet, me të cilat na ka informuar Allahu i lartësuar dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra ehlusuneti besojnë në të gjitha këto. Dhe në këto nuk ka shumë çka të flitet, sepse janë çështje të qarta tek shumica e muslimanëve. Shumica e muslimanëve i besojnë këto gjëra me natyrën e tyre të pastër. Ajo të cilën mund ta tërheqim si vërejtje dhe ta sqarojmë këtë çështje si keq kuptim është devijimi në të cilën kanë ra disa grupe në aspektin e argumentimit në çështjen e këtyre gjërave. Pra disa grupe të devijuara kur kanë ardhur te çështja e imanit në ditën e gjykimit janë kthyer tek baza e tyre e devijuar, siç e cekëm në emisionet e para se ne i pranojmë të gjithë hadithet. Pra në çështjet e besimit, në shenjat e kiametit, në atë çka do të ndodhë në ditën e gjykimit, ne i pranojmë gjithë hadithet të cilat janë të sakta, pa marrë parasysh se e transmeton atë hadith një numër i madh i sahabëve apo një numër më i vogël, siç njihet në hadith ahad dhe mutawatir. Ahad janë hadithet të cilat i transmetojnë disa numër, disa njerëz nuk arrin një numër tepër i madh. Pra mund të jenë transmetuar nga 2 veta, nga 3 veta, ndoshta nga një sahabi vetëm, ndoshta nga 4-5, krejt këto nuk e arrin gradën e mutawatirit. Mutawatir është një hadith që është tepër i njohur, tepër i përhapur, të cilën e kanë transmetuar shumë sahabë. Mirë po ne nuk e vendojmë këtë kusht. Ne kushti jonë në pranimin e haditheve për këto çështje në këtë rast dhe në çështje tjera të akides është që të jetë i saktë, të transmetohet nga njerëz të besueshëm prej te sahabi tjetër i besueshëm, e pastaj edhe njerëzit tjerë të cilët e transmetojnë prej tij. Te sahabët nuk ka dyshim në besueshmërinë e tyre, pastaj vinë njerëzit tjerë. Përderisa na transmetohet neve hadithi për shembull nga nga Maliki, Imam Maliku, nga Nafiu, nga Abdullah ibn Omeri, na transmetohet një hadith. Turp është që ne mos ta pranojmë këtë hadith, sepse po na transmetohet nga dietar, nga njerëz të besueshëm. Andaj nuk kemi drejt na t'i thom Abdullah ibn Omerit pse ndonjë sahab tjetër nuk e transmeton këtë hadith bashku me ty. Prej nga ne kemi marrë këtë drejt që ne t'i kushtojmë sahabët se sa sahab do ta transmetojnë një hadith që ne ta pranojmë. Pse mos pranohet një hadith të cilin e transmeton vetëm një sahab? Pse? Çka ka të keqe tek ajo që vetëm një sahab ta di një çështje? Çka e ndalon një gjë të tillë? Andaj, kur transmetuesit janë të besueshëm dhe zinxhiri është i saktë, u krye puna. Dhe në këtë rast, sidomos në çështjet e shenjave të kiametit, në disa besime që do të ndodhin, disa gjëra në ditën e gjykimit, pra peshoja, kjo, disa gjëra tjera, grupet e devijuara i kanë refuzuar me 2 tagutat e tyre. Me 2 tagutat e tyre, me 2 bazat e tyre shkatruese, i kanë refuzuar këto gjëra. Baza e parë me cilën i kanë refuzuar është se hadithet nuk janë mutawatir, pra nuk i transmetojnë shumë njerëz. Fjalë kot, nuk është patjetër transmetohet nga 50 sahab për të pranuar. Nga e kanë marrë këtë. S'ka as ajet as hadith që e thot një gjë të tillë. Dhe baza e dytë e kot me cilën i mohojnë është se nuk i pranon logjika. Pse? Prej kur u fut dita e gjykimit, çështjet e ahiretit në logjikën tonë? Prej kur duhet futet ajo në rengenin tonë? Prej kur duhet futet ura e siratit në rengenin tonë? Ato janë çështje që do të ndodhin në ditën e gjykimit. Ato janë çështje që janë përtej mendjes tonë, andaj nuk kemi drejt në të thonë pranon, sepse s'mund. Logjika jonë është e kufizuar me këtë botë, me krahasimet kësaj bote.
Atje nuk është graviteti që e ke në këtë tokë, te ura e Siratit.